Në datën 1 mars pritet të nisin punimet për rikonstruksionin e shkollës së mesme Fuad Babani në qytetin e Bilishtit. Rikonstruksioni i kësaj shkolle, e cila ka nevojë për ndërhyrje, do të bëhet i mundur fal një mbështetje financiare nga projekti TAP. Aktualisht ka përfunduar procesi i tenderimit dhe është përzgjedhur kompania fituese. Sipas kryetarit të Bashkisë Bilisht, Bledion Albati, janë marrë edhe masat për zhvendosjen e nxënësve në një tjetër mjedis për të vijuar normalisht punimet e rikonstruksionit. Ky është një bashkëfinancim mes Bashkisë Devollit dhe projektit TAP. Në masën 90% financohet nga projekti. Ne jemi aty si aktor ndihmës në fakt. Janë ata që do ta financojnë. Fatmirësisht kemi arritur marrëveshjen, janë mbyllur të gjitha procedurat, është bërë procedura e tenderimit, është përzgjedhur kompania fituese. Unë dje kam pasur një takim me përgjegjësin e zyrës arsimore dhe drejtorët e shkollave të qytetit Bilishtit për të sistemuar zhvendosjen e nxënësve nga ai objekt në një objekt tjetër. Dhe në datën 1 mars do të filloj puna për rikonstruksionin total.